Me rastin e fillimit të muajit të Ramazanit, Hoxha i Fushkruis Muharrem Vrana kumton për televizionin Adrianet se të gjithë besimtarët janë bërë gati për kremtimin e muajit të Ramazanit. Uroj që ky Ramazan t'ju gjejë mirë, me mirësi, me begati. Uroj që sa të jeni në mirësitë dhe begatitë e Zotit. Zoti ju mëshiroft, Zoti ju bekoft dhe për hajër muaj begati Ramazanit. Hoxha Vrana bën me dije se krahas adhurimit janë të angazhuar për të ndihmuar të gjithë njerëzit në nevojë me ndihmë. Ju mirëpresim në xhamin tonë dhe në gjithë xhamiat e rrethit të Krujës. Njëkohësisht jemi të angazhuar krahas adhurimit, agjerimeve, faljeve, edhe në ndihmë të njerëzve në nevojë. Gjatë gjithë Ramazanit do të vazhdojmë të gjendemi familjeve në nevojë, familjet me jetim, familjet me të varfër, të gjithë ata që janë të dobët nga ona fizike, ne do të shpërndajmë ushqime dhe për këtë ka kontribuar dhe Bashkia Islame, Komuniteti Musliman i Shqipërisë dhe Meftinia jonë